Një ditë prej ditëve kur u përmend namazi, tha pejgamberi Allahu te alayhi salatu wasalam, "Men hafadha alejha", kush kujdeset për namazin, "kanat lehu nur", namazi do t'i bëhet dritë dhe argument për të deri në ditë dhe shpëtim deri në ditën e gjykimit. "Wa man lam yuhafidh alejha", dhe kush nuk kujdeset për namazin, nuk do t'jetë namazi për ditë për të as nur, as argument e as shpëtim. Kanë thënë dietarët, "Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan", tri gjëra, do t'jetë për të dritë, do t'jetë për të argument, dëshmi, dhe do t'jetë për të shpëtim deri në ditën e gjykimit. Po në ditën e gjykimit, kuptohet edhe në ditën e gjykimit. Po pse e ka përmend dritën dhe dëshmin edhe shpëtimin? Dritë, nga sa ajo do t'ja ndrit shpirtin e tij dhe do t'ja ndrit shikimin e zemrës së tij, saqë çdo vepër që do ta bëj, pasi ta bëj namazin si duhet, do ta bëj ashtu siç don Allahu. Dhe prej çdo vepre që do të largohet, do të jetë vepër të cilën nuk e don Allahu xhella xhelaluhu. Dhe do të jetë dëshmi për fjalën e tij la ilaha illallah. Ai do të thotë la ilaha illallah, por këtë do ta dëshmon, do ta vulos duke e fal namazin dhe duke i ra Allahu xhella xhelaluhu në sejdë. Wa najatan, dhe do të jetë për të shpëtim prej fitneve të kësaj dynjaje, prej fitneve të varrit dhe prej fitneve të ditës së gjykimit. Përndryshe, men lem yuhafidh alejha, kush nuk kujdeset për namazin, nuk e fal në kohën e tij, nuk e fal namazin në kohën e vet, ik namazi, e lë namazin për pik qefi, tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk do të jetë për të ndrit, ky njeri e ka jetën errësirë dhe zift. Dhe nuk do të jetë për të argument, nuk ka argument me cilin e dëshmon vërtetësinë e pretendimit të tij që unë e dua Allahun. Si e don Allahun? Kur nuk e fal namazin? Si e don Allahun kur balli yt sejdë nuk e ka shiu asnjëherë? Si e don Allahun kur nuk qëndron në saf me besimtarë tjerë të cilët e duan Allahun xhella xhelalu? Dhe nuk do të jetë shpëtim për të, për shkak se ka lënë litarin i cili është shpëtim për besimtarin nga kjo dynja. E dyta, tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe ky njeri do të ringjallet në ditën e gjykimit me faraonin, Hamanin dhe Ubej ibn Khalef. Në transmetim me faraonin, Hamanin, Karunin dhe Ubej ibn Khalef. E ka fut Ubej ibn Khalef në shoqërinë e njerëzve më të ligë që kanë jetuar përgjatë historisë. Po në mesin e tyre ka fut atë i cili nuk është i kujdesshëm ndaj namazit të tij. Allahu na ruaj. E kuptoni seriozitetin e çështjes? Nuk është punë qefi. Është punë se Allahu xhella xhelaluhu e konsideron namazin prej gjërave esenciale në raportin e tij me robin e vet. E kush do të ringjallet me këtë njeri të liknitën e gjykimit? E kush do të ringjallet për krah faraonit dhe Hamanit dhe Karunit? Kanë thënë dietarët, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka përmend 3 burra të Benu Israilëve dhe një nga populli i tij. Njëri prej tyre e la namazin dhe bindjen ndaj Allahut për pushtet, tjetri e la për pasuri, tjetri e la për autoritet, dhe ky i fundit e la nga armiqësia e tij ndaj pejgamberit Allahut dhe për tregti. Kush e le namazin për një prej këtyre gjërave, me do e mos ju përngjaj këtyre burrave të ligë, Allahu na ruaj. E kush kujdeset për namazin, është me alladhina an'ama Allahu alejhim, është me ata të cilët Allahu i ka begatuar, minen nebijin, prej pejgamberëve të Allahut, o siddiqin, të sinqertëve, o shuhada dhe shahidave, o salihin, edhe njerëzve të mirë të cilët janë të kujdesshëm për raportin e tyre me Allahun xhella xhelaluhu.